Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahu xhalla wa ala falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falë, kërkojmë lëvdatat bekimet e Allahut. Qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të nderuar zotëri, jemi edhe sot takimin e radhës, alhamdulillah, dhe do të vazhdojmë me kapitujt e radhës që i ka përmendur Imam Buhariu rahimahullah në librin e tij Al-Adab al-Mufrad. Kemi përmendur në takimin e kaluar disa çështje që kanë të bëjnë me kujdesin e prindit për fëmijën e pasalindur. Para kësaj rregulla të ndryshme për jetën e përditshme, si para gjumit, nata e kështu me radhë. Gjitha këto të ndërozër i kemi përmendur gjithmonë duke theksuar se tëra që i duhet njeriut në jetën e tij të përditshme, vazhdimsinë, çdo detaj është sqaruar në librin e Allahut edhe në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sikur se Allahu xhallahu ala thot ma farratna fil kitabi min shay. Në këtë libër asgjë mungu nuk kemi lënë. Krejt që njeriut i duhet në këtë dunjë, krejt që i duhet për udhëtimin e tij në ahiret, krejt që i duhet për me ditë, për vetën e tij, për Zotin e tij, për rrethin që e rrethon kështu me radhë, Allahu te bareku te ala e ka sqaruar në Kur'an dhe e ka orientuar njeriu se çish duhet me i njoh gjërat dhe si duhet me i kuptuar ato. Në kuadër të kësaj të ndruzë ka shumë gjëra që janë edhe private, intime të jetës njeriu, por feja te i kalon atë ndoshta vinë e turpit të sqarimit kur bëhet fjalë për dobinë e njeriu. Domthon turpi është i kërkuar padyshim, por në aspektin mësimit nuk duhet njeriu me pas turp. Turp duhet me pas kuptim të sjelljes së edukatës, po jo të temave. Andaj ka tema në fen tonë që mund të jenë nganjëre jo të përshtatshme për njerëzit me dëgjuar ose me kuptuar kështu me radhë, mirë po janë pjesë e përditshmërisë dhe duhet me fol për to. Veçanërisht kur bëhet fjalë për aspektin e pastërtisë, ku feja në mëson si duhet jemi të pastër, si duhet ta mirëmbajmë pastërtinë, edhe në aspektin e brendshëm të zemrës, edhe në aspektin e jashtëm, edhe në çdo aspekt. Hajde dini që pejgamberi sa ka përmendur se pastërtia është gjysma e besimit. Nuk mundesh me qenë adhuruesi i Allahut xhallahu ala nëse s'ki besim të pastër. Nuk mundesh me fal namazin nëse nuk je i pastër. E kështu me radhë. Prandaj gjitha librat që flasin për adhurimin dhe Allahut azza wajal, kuptimin e rregullave që quhet fikhu, jurisprudencia islame, filloi me kapitullin e pastërtisë. Flet për ujin që është i pastër, me cilë ujë mund të pastrohemi, pastaj si të pastrohemi, pastaj për çka do të pastrohemi e kështu me radhë. Andaj pastërtia është pjesa, domethënë, e pandashme e jetës së muslimanit. Në një të ndërmëzër, kur Allah në vetë për pastërtinë, flet edhe për nderimin e njeriut, nga se njeriu realisht dallon nga kafshët edhe nga krijesat tjera me bazën e pastërtisë. Pamja e tij është pamje e bukur, pamje e rregulluar. Pse? Nga se ka rregulla të cilat realisht mundsojnë mirëmbajtjen e dukjes dhe pamjes së tij. Andaj kapitulli që Buhariu tash kalon komplet në tjetër pjesë të shpjegimit ka të bëjë edhe me një varg udhëzimesh që kanë të bëjnë me higjienën personale të muslimanit. Qysh e mirëmban besimtari higjienën e tij personale. Domthonjë që ka të bëjë me anën e tij private të tij, por këtu ka udhëzime që njeriu domthonjë të vepron në përputhje me udhëzimet edhe të fesë, po para kësaj edhe të natyrshmërisë. Natyrshmëria njerëzore që me kon njeriu brenda asaj që është e natyrshme. Andaj këtu Buhariu e ka përmendur një kapitull që ka të bëjë me një pjesë e kësaj mirëmbajtje, jo e tëra. Pastaj përmend një hadith që përmend pastaj një varg udhëzimesh për mirëmbajtjen e higjienës personale. Thot bab halqul ana, kapitulli që flet për largimin e, domethënë, nga pjesët e turshme e çimeve, domethënë e asaj që mbledh pa pastërti dhe besimtari duhet me qenë i kujdesshëm. Këtu përmend hadithin e Ebu Hurajrës radhiyallahu ta'ala anhu, i thot, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, khamsun min al-fitra. 5 gjëra janë nga natyrshmëria e njerëzve. E natyrshme është.
Allahu te barë të ala në këto 5 i ka kriju njerëzit që në natyrshëm për të kujdeset. Në momentin kur njeriu nuk kujdeset për to, realisht ka dal nga natyrshmëria njerëzore. Në këtë hadith janë 5. Ka disa hadithe ku ka përmendur pejgamberi 10 që janë nga natyrshmëria. Prandaj këto 5 janë nga më kryesorët, por nuk janë vetëm këto që i ka përmendur Buhariu rahimahullah në këtë transmetim. A thu vallë, sa janë këto 5 dhe si duhet me kuptu rregullat e kësaj çështje, domethënë si duhet na me i kuptu. Po i lexoj një herë, pastaj e bëjmë edhe komentin e kësaj. Andaj, sikur se përmena, transmeton Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu, që thot se ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, khamsun min al-fitra, 5 janë nga natyrshmëria që Allah e ka kriju në këtë natyrshmëri njeriu. Çka nuk kuptojnë të ndërrua vëllezër natyrshmëri? Allahu xhallahu ala e ka kriju njeriu të ndërrua vëllezër me prirje caktuara dhe me njohuri caktuara. Për të cilat nuk ka nevojë me studiu as me ulumtu. Po e ka kriju Allahu xhallahu ala njeriu e këto njohuri janë realisht të gdhenura brenda qenies së tij, brenda tij. Për shembull të ndërrua vëllezër. Njeriu është i krijuar natyrshëm me e dashur prindin e tij. Për shembull, a bova kia që fëmiu nuk e njeh prindin, nuk e respekt, nuk e don drejt shkon në shkollë. Në shkollë mësojnë tani ai bën mend që ka këto bab. Jo, ata. E po, ende nuk di me fol, ende nuk di me ec, ama qetësohet me nonën ata. Pse qetësohet me nonën? Pse nuk qetësohet me një grua tjetër, për shembull? Qetësohet me të aftë me babën, pse qetësohet me dikon tjetër? Natyrshëm, Allah e ka kriju. Natyrshëm nona don djalin edhe çikën e vet. Natyrshëm. Nuk duhet për shembull një grua me qenë në shkollë ose me kurse, se tash duhet me dash fëmin ton, s'ka nevojë. Natyrshëm e don, apo është natyrshëm. Andaj të ndonëse a mund të konzum për shembull sukses ose arritje, më thon dikujt valla mashallah i koft, filoni ose festeku ose don blen buk djalë vetë ditë për ditë. Po normal që i blen Allah. Që natyrshëm është, apo baba më kujdet për familja, është kjo natyrshëm. E shumë ka gjëra të natyrshme. Nga ato që është e natyrshme dhe kulmi i natyrshmërisë është besimi në Allahun te Azza. Njeriu natyrshëm e don Allahun xhallahu ala. Natyrshëm Allahun e beson. E pastaj kjo natyrshmëri duhet të udhhiqet edhe duhet të, domethënë, plotësohet me udhëzimet e shpalljes. Njeriu natyrshëm e lip Allahun xhallahu ala, natyrshëm e don Zotin xhallahu ala. Natyrshëm. Mi po çysh me adhuru nuk din. Nuk din. Prandaj ka orfeja me mësu çysh me adhuru Allahun xhallahu ala, çysh me besu. Ama njeriu natyrshëm beson. Mos besimi, ateizmi janë të panatyrshëm. Nuk kanë përputhje me asgjë të njeriu, as natyrshmërinë e tij, as logjikën e tij, as kërkesat e tij, as keq ka të bëjë me qenë njerëzore, ateizmi nuk është përputhje me të. E kundërta. Është e kundërta, mohimi i Allahut azza është e kundërta e njeriu. Nuk është, domethënë ajo që njeriu e kërkon dhe qetësohet të. Prandaj Allahu xhallahu ala e ka kriju njeriu në këtë natyrshmëri të pastër që njeriu realisht ta ketë një prirje fillestare për udhën e duhur. E ka një prirje. E tani kjo prirje ushqet edhe me shpallje. Andaj edhe njëtë e përreshme të ndërlozën. Fëmijën para se me qenë në shkollë, fëmija ka një prirje për me shku në shkollë. Çfarë prirje ka? Për shembull kupton, dëgjon, sheh, apo pastaj flet, këto janë prirje. Nëse për shembull si ka këto, s'ka prirje për shkollë, është probleme që në shkollë, apo në shkolla normale, jo shkolla speciale. E ka një prirje. Andaj edhe njeriu në esencë është i prirur për do punë të mira, është i prirur me ndjek udhën e duhur. Allah e ka përgatitur nga brendia e tij që ky njeri me ndjek udhën e duhur. E pastaj kjo prirje shoqërohet me mësime të caktuara nga shpallja edhe njeriu pastaj vazhdon udhimin deri në ditën e takimit me Allahun xhallahu ala. Që kjo është, ndërsa ndërhyrjet fatkeqësisht në natyrshmërinë e njeriu e bëjnë që njeriu me dal jashtë natyrshmërisë. Njeriu ka natyrshmëri të pastër. Nëse e lën pa ndërhyrje, ai ka më gjet udhën e duhur. Me pa ndërhyrje njerëz, ja prish natyrshmërinë. Për shembull, ja prish natyrshmërinë fatkeqësisht në raste të caktuara në shkollë. E mëson diçka që s'është e natyrshme. Nuk është natyrshme. Për shembull, të ndërrozë, më martu burrin me burr, a është natyrshme? S'është natyrshme apo? Nuk është natyrshme apo? Gruaja me gru, s'është natyrshme. Cila është e natyrshme?
Burri martohet me gruan, pastaj ka fëmijë. Familja është e natyrshme. Ndërsa rënimi i familjes nuk është natyrshëm. Apo, nuk është natyrshëm. Andaj do të mësoj që burri mashkulli marton femrën, pastaj këta krijojnë familje me lenin Allah të madhnuar, edhe kështu shoqënia shtohet. Ç'kjo është e natyrshme? A ç'kjo është natyrshme? Normale. Ndërsa tjetra nuk është natyrshme, as nuk është normale. E natyrshme është që fëmiu me besu Zotin. E natyrshme është e kështu me radhë që ato që përmena. Mirë po kur ndërhyet tek fëmiu, mohohet Zoti xhallahu ala, do ty s'ka falë, nuk ka krim, kush ka që na kriju. Najna ka do një evolimi, nga kafsha në kafsh, të majmuni pastaj njeri, e këtu pastaj një mund me deviju nga natyrshmëria, duke mohu Zotin xhallahu ala, e duke besu se ka ndodhur rastësisht. Në rastësisht në njerëzna. Nuk e mujt me konë një kafsh tjetër, për që ke qëllu njeri që shtopë, rastësisht. Ashtë të mësh me konë rastësisht ke punë? A pranon natyrshmëria e njeriut rastësinë këto raste? Jo, asnjë. Nuk e pranon. Për shembull, ju thonë sikurse Imam Ebu Hanife rahimullah ka pas një takim me disa ateista. S'kan besu në Zotin xhallahu ala ata, edhe kanë një takim me debatuve ta Imam Ebu Hanife rahimullah. Edhe e kanon si kushtonon në kaq ora kanë më takosin, kaq kohë që ka marrë të takohen në kohën e tyre, edhe është vanuar shumë Ebu Hanife rahimullah. A më vërë qëllimisht të vanuar. Kur ka shkuat i konë kometën, ato të pritë ka po, ka dalë se kur shkova të lumi, s'kish pas anije. Të një gjysh për njerë e nëse me rodë drujt, e u prejnë vetë, e desa u bo, e u lidhen, e vetë u bo anija, ta këtë u shytë, që e të follo, që shka mundësi për i malit, vetë rasisht me rodë drujt, mu prej rasisht mu lidh, rasisht mu bo, rasisht, së të mundëshme. Mos fal për Allah ata. Edhe e vanu edhe po fal për Allah ata. Jo, po fal një për Allah ata. Nëse një e thjesht nuk ka mundësi rasisht më bo. Çfarë mundësi më bo këtë kjo kosmos rasisht? Rasisht dielli, rasisht hana, rasisht toka, këtë rasisht. Ka bo dikush to. Andaj i kam poshtë në debat që në takimin e parë që në fazën e parë. Çka mundësi rasisht vëllazër? A ka mundësi një fotografi ti e shef dikush të bukur, fotografi me kush e ka bo, kur kush se ka bo. Vetë bo, qështë që nga kontonet veç, për njerë unë gjyra të banën, a është e kapshme që kjo? Sa është e legjekshme kjo? A përshë njëri natyrshëm e refuzon në rastësin. Natyrshëm. Apo, e refuzon rastësin. Njëri për shembull të nervozën njët e ti, a jeton në bazë të synimit apo rastësisë? Synimit. Ti kur izma në gjami, a je dalë që gush kërë ka pojë gjyë, të rastësisht në gjami erdha. A jo rastësisht ta? Jo dhe t'ja la, në shpetë të kone e këti duke i marrë, po. Se njeri në mon është i prirur natyrshëm, në mon me esë drejt qëllimit caktum, që e për caktar. Apo, ti një tonë. Të shkurtish për gjamis, për shambull, veç për dalë që për shkaj, ku të shë vetën, rastësisht i erdha në shpe. Jo, së është rastësisht, ti ke pas mene me shku në shpe, e din ku ke shpinë, a që shtut? E që ka mundësi të mund ti nuk leviz kur gjë një tone pa qëllim, edhe rastësia duket absurditet, e Allahu te barekutaala të ka kriju pa qëllim, që ashtu rastësisht këmë kriju. Te pritst, i e kona pëllën edhe hajtë të bëjt diqka. A është e kapshme? Sa është e kapshme? Këto sërimi ka shumë detajën, nuk përdu të është mund me këto se sërë tema njën kjo. Po që ka përdu me thonë? Që kjo është natyrshmëria. Njeriu nuk pranon në rastësi, po pranon qëllim, synim. Njeriu nuk pranon asnjëherë, nuk pranon diçka që nuk i dihet autori, jo don autor. Dikush e ka bëu kët, dikush e ka thonë kët. Na këtë xhami kush e ka bëu? E ka bëu vëllazë nga Turqia, kanë investuar në mjeshtë ka po. So themi vëlla, s'di kush e ka bëu, rasti çush na qenë sa vajtë që na pa xhamin. Jo vëlla s'ka bëu kështu. Në këtë qasje të rastësisë, njëri e refuzon njëri. A qëta të pega mëson? Natyrshëm njëri ju domon, edhe beson këtë, natyrshëm kupton këtë, edhe natyrshëm njëri u pasruat, natyrshëm. Është natyrshëm u pasru. E çka bën pjesë në pastërtinë e natyrshme? Ka thonë pejgamberi mas pari këtu, ka susharim, prerja e mustaqeve. Do merit mos e që mi gojë mi shni këtu e madhe. Sa është kjo natyrshme? Njeriu natyrshëm i pren mustaqet edhe lëshon mjekrën. Mjekra është nga sunetet, nga traditat e pejgamberëve. Këto pejgamberët Allah kanë pas mjekra. Edhe Muhamedi alayhi salatu wasalam. Andaj ka thonë pejgamberi ka susharim, preni mustaqet apo.
Ose i të mos me leo me ra, nëse e ke pa të kur të hanë buk, qysh hanjere është, sa është e pasër të e ke pa, për natyrshëm ti së të hanë buk me të ja i vetë, Andaj natyrshëm në kam mësu që me i shkurtu mustaqit, në kam mësu që është të mëhonë, pastaj taklimul adhafir, natyrshmëri është me i prej thajt, nuk është natyrshëm me rrit njëri thajt, ke pa, nga se futet në të papastërti e kështë më radhë, dhe sot fatkeqësisht i rritin thajt, të i bojnë, ke pa asën punën, asën prej, kush ma të thajt gatë, paralizohet dora fatkeqësisht, herëmi, ka bo Allah natyrshëm njëri me prej thajt e vetë, me majtë pasërti, a ki mundësi me mirë majtë pasërti nëse i thajt e gata? Problem është, nuk mund është. Gjithashtu, ka thonë pejgamberi halqul ana, edhe domthon me urru të pjesë të turshme. Kjo është pjesë normale. Është normale kjo punë. Në milon këto është papastërti është, domthon pa natyrshme, jo njerëzore. Na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Edhe ka në të ibt, edhe në sjellat me largu, domthon ato që duhet me largu. Tash ka forma caktuara, po nga ato që njëri s'paku mos me ilon me urrit apo. Edhe ka thonë transmetim, këtu e ka përmendur as-siwak. E ka përmendur miswakun këtë transmetim, po transmetimi i sakt është sunetia. Po bu sunet është nga natyrshmëria e pastërt. Do me largu njeriu pjesën e tepërt që realisht mbledh pa pastërti. Edhe ajo është për shkak të pastërtisë. Edhe është për shkak të pastërtisë. Dhe këtu i ka pranë pejgamberi alayhis salam të ndërruar vëllezër që janë nga domthon natyrshmëria e njeriu tonë. Transmetimi vijus e plotson kuptimin e kësaj, pastaj i jap me rregulla për mbylljen e saj. Thot bab el waqt fihi. Nëse kjo është e natyrshme, por shumë natyrshme është mustaqet, thojt me largu domthon çibet nga pjesët e turshme të intimet njeriu tek kështu me radhë. Nëse kjo është natyrshmëri, sa është koha, a duhet një herë në javë, 2 herë në javë, çish më largu? Sa është koha që duhet me mirëmbajt këtë pasërti intime, këtë higienë personale? Këtu e ka përmend hadithin e Ibn Omerit radhiyallahu ta'ala anhu që Nafiu e ka përmend se Ibn Omer ka pas zakon që çdo 15 ditë me i prej thojt edhe çdo një muaj ditë domthon me i largu qimet e brendshme të trupit të tij, qoftë nga sirrët apo nga pjesët e turshme. Një herë në muaj. Këto që ka përmend domthon Buhariu ka transmetim është rasti i Ibn Omerit. Ndërsa hadithi e Buhariut në Buhari gjithashtu ka përmend se pejgamberi e ka caktuar maksimumin 40 ditë. Do nuk ka më pak. Mund njëri Ebu Hanife rahimullah e ka preferuar çdo javë. Njëri me mirëmbajtje pas rrethit. Nëse ka mundësi, kjo është e pëlqimi, nuk është obligative. Mirë, po obligim është mos menzon 4 ditë e spaku një herë nuk e ka bënë një pastrim brendshëm general njeriu të trupit të tij. Do nuk e filluar nga mustaqet, nga thojt, nga pjesë e brendshme. Normalisht kjo të ndërvozur kur themi 40 kjo është maksimumi. Mirë, po njeriu mund të pas obligime edhe më herë nëse ka rritje. Që po diku ti rritën thotë më shpesh, diku ti thotë më kallaj, më ka dal. Edhe pjesë edhe domon ato të brendshmet ka mos dikujt më shpejt, dikujt më ka dal. Me rëndësi është që mos më lën mu rrit deri në mënyrën që mbledhin pa pastërti apo. E kur thotë pejgamberi son, kjo është natyrshmëri, edhe e Buhariu thotë e ka caktuar pejgamberi 40 ditë të ndërmuzë. A është kjo e preferuar apo është obliguar? Për shembull njëri në falë është me urrun pjesë e brendshme. A është obligative, a është mirë, e pëlqim është. Disa dietarë kanë thënë se është sunet e pejgamberit. Mirë, po shumë nga dietarët, edhe Imam Abu Hanife rahimullah, Imam Maliku, Imam Ahmed rahimullah, dietarët e mëdhenj mëdhëbeve e kanë thënë se është obligative. Nuk guxon njëri me kalu 40 ditë pa i kryer këto. Nëse për shembull kalon 40 ditë pa urru brendsinë e brendshme, bën gjuna. Nga se doon kjo është pjesë obligative e mirëmbajtjes së trupit të tij. Me mirëmbajtje higjienën e tij personale ka obligim besimtari, doon duke u kujdes për këto pjesë unë i përmenda. Prandaj është obligim që njëri këto me mirëmbajtje dhe me kujdes mos me kalu 40 ditë. Mirë, po thotë milion 40 ditë bëhet njëri shumë, do të më hek më përpara apo. Prandaj thash Imam Abu Hanife rahimullah ka parë që kjo më ndodh një herë në javë. Veçanërisht ditën e xumah, kur besimtari pastrohet, laot për ditën e xumah, kjo është e preferuar, edhe është në rastin që edhe pastrohet. Po s'ka mundësi çdo javë, s'ka ku çdo 2 javë, çdo 3 javë, mos më leu që do më grumbullu tek ai rritje e tepërt që ka mundësi më mbledh pa pastërti, me kundërmu erë jo mirë e kështu me radhë. Gjitha këto të ndërruar vëllezër
kanë rregulla, kanë dispozita që i ka shpall Allahu te barekutaala që më na mësu qysh me mirëmbajt veten tonë. Me mirëmbajt veten tonë, qysh me u kujdes një për vetën e tij. Prandaj edhe një nga dietarët e Malikive rahimullah Ibn al-Arabi rahimullah kur ka folur për këtë çështje ka thonë se duhet të jetë kjo punë obligative, jo vullnetare. Nga se nëse njeriu nuk kujdeset për pastërtinë dhe higjienën personale, e humb pamjen e njeriu. Për shembull, të vëllezër, njeriu më i rrit flokët shumë, apo mos tash më romi goj, apo mjekra më çaravesh. Brendinë e tij mos më prej kur falni shprehje. Mos më la, çish duk, a duket çkin sana? A duket çkin njëri? Ja stop të kërë, nuk duket atë. A ke pa për shembull se ka një i braktisur dikun, një fukara dikun, i braktisur se ka up dikun, edhe i harrit. Çka bën njerëz kur të marrin atë mosmari? Çka bën? Mosmari e lajn, e pastrojnë, e qiethin, me kthyn në formë njerëzore nëra, ose njëri s'ka pas mundësi fare me u kujdes për veten e tij. Pra një u hup mal. Umet, nështë një vjetë umet mal atë. Më nëzi kam bjetuaj, s'ka pas mundësi më kujdes. E ke pa kur ishe mas një vjetë që shdo këtë njërë. A që e njëri që shdo? Dhe Allahu Gjallahu thotë, o laqad karramna bani Adem. Ne kemi ndëru bitë Ademit. Kjo është ndërim që Allah na ka mësuar me ukon ndërum. Në Islamit të ndëruar është e pastërtisë, mirëmbajtjes së higjienës, edhe në aspekt në jashtëm, edhe në aspekt në jashtëm. E rëndësishme. Andaj, nëse feja është kaq e kujdesshme që njeriu disa kime me hjeka, fani shprehje apo që tek e fundit si shë kërkosh tek e fundit, po s'te apo e çka të mëmania me hjek do të zemrës që janë të këqija si zilia, e urrejtja, inati, këto sa do të mjek, këto sa çfarë do të mjek mi nuk. Këto më çfarë do të mi nuk apo. Këto më çfarë do të mjek. Do shumë shpejt dalin apo. Taman hjek o pa del. E që ashtu shejtani mill ato. Andaj kujdesi për pastërtinë e brendshme të zemrës, edhe të trupit, e të higjienës, e kështu më është e kërkuar. Prandaj edhe pejgamberi çka ka thonë? Se i pëlqen parfumi, i ka pëlqyer mu parfumos. E ka ndaluar me në xhami ku njëri han kepë dhe hudër. E pse kepa është e pastër, është e shëndetshme, ama mos më i bezdis njerëzit të ndërmjet kur vjen në xhami apo. Prandaj me mirë kuptim po them, me mirë kuptim pa keq kuptim, mirë po nëse ka ndaluar pejgamberi me arë në xhami ai që han hudër edhe kep për shkak të erës, çka do të ai që vjen i djersitën të ndërmjet domon ose vjen për shembull me tesha të zhveta, ose vjen me erë duhanit në gojë, falesh aferti po kundërmon era duhana vëlla, apo. E këti çfarë më thon këti? Për shembull, ai pas kujdes në vëllazër, me rujt nga se pejgamberi çka thotë? Pejgamberi më thotë kur besimtari lidhet namaz, meleku afrohet. Afrohet. Te lexon Kur'an ai pegojë se në merr Kur'anin apo. Andaj ka thonë mos e shqetëson melekun, nga se meleku shqetësohet për asaj që shqetësohet e bezit biri Ademit. Lej meleku mund të afru nga e me një erë të mirë, e të këndshme, e gjitha këto arjen qysh, me pasërti, me mirëmbajtje të vetvetes tonë ato. Që na ka mësu, Allahu Azza wa Jalla dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj këto janë të vëzë disa rregullat përgjithshme që kanë me këtë çështje që tregojmë çka është natyrshmëria, çka duhet me largu besimtari, domethënë vendimi shëtik është obligativ, edhe gjithashtu kohën që duhet me mirëmbajtje. Ka dhe të tjera këto që kanë mundësi me u fut në këtë sqarim, po që trajtojnë këto më tepër të kapitullit të fikut më shumë se të tema jonë e edukatës. Mirë, po këtu Buhariu rahimahullahu ka përmendur këtë çështje veç në aspekt të edukatës së besimtarit, është nga edukata e besimtarit është edhe mirëmbajtja e higjienës personale, edhe kujdesi për pastërtinë e natyrshme që realisht na bën njerëz më së pari, tani pastaj na bën edhe musliman të duhur. Kjo është feja jonë, feja pastërtisë, pastërtia e mendjes, pastërtia e gjuhës, pastërtia e zemrës, pastërtia e trupit, pastërtia e teshave, pastërtia e xhamisë, vendit ku falemi, kudo që sillemi, jemi të pastërt me pastërtinë e fesë që Allahu te bartalla ka krijuar në të. Kjo është natyrshmëria e pastër që Allah te ka krijuar njeriu dhe çdo ndërhyrje në këtë natyrshmëri realisht e nxjerr njeriu nga kjo pastërti dhe e nxjerr njeriu nga kjo pamje e bukur që Allah e ka krijuar njeriu në të. Ka që për këtë pjesën, Allahu Gjallahu na pasruf zemrat tona, trupin ton, mendjen ton, Allah na pasruf njëtet tona që t'jenë për hitë Allahu Azza wa Jall, e na pasruf Allah fjallorin ton që t'flasin fjallë të mira ose t'heshtim, dhe gjithë shka që është njëtën ton që t'e pasrë, e mire, këndshme,
tërheqëse jorse që të prezentojmë në bazë të kësaj imazhin dhe bukurinë udhëzimeve të Allahut edhe udhëzimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allah është përbleft. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.